Vdekja e Festimi Sufit, familja pa përgjigje, vllai ngre dyshime për përfshirje të një personi tjetër. Më shumë se një muaj pas ndarjes papritur nga jeta të dizajnerit të njohur nga Gjilani, Festimi Sufi, familjarët e tij ende nuk kanë marrë një përgjigje përfundimtare mbi shkaqet dhe rrethanat e vdekjes. Në një intervistë, vllai i tij, Lulzimi Sufi, ka ngritur dyshime serioze mbi mundësinë që në këtë rast jeti përfshirë edhe një person i tretë. Akoma nuk kemi marrë raportin e autopsisë, nuk ka asgjë të sigurt. Jemi ende në pritje, u shpreh ai, duke theksuar se familja vazhdon të mos ketë qasje në të dhëna zyrtare. Megjithëse nuk ka konfirmime nga prokuroria, Lulzimi pretendon se ka informacione që sugjerojnë një prapaskenë më të komplikuar. Sipas informatave që kam unë personalisht, edhe pse nuk mund të flas me siguri të plotë, dyshoj se është përfshirë një person i tretë. Madje besoj se edhe prokuroria di këtë, shtoi ai. Familja e Sufi apelon për zbardhjen sa më të shpejtë të rastit, duke u shprehur se nuk ndërhyjnë hetime, por kërkojnë transparencë dhe drejtësi për humbjen e tyre të madhe.